ndryshoi te Belind Kelliçi nga Lulzim Basha te Sali Berisha? Pra kush është diferenca që ka parë ai dhe çfarë mendon sot për Bashin që nuk e ke menduar atëherë? Për të mos i dhënë pesha, po t'i japim asaj kohës 8 vjeçare të opozitës. Patjetër, për të qenë një politikan i suksesshëm në gjykimin tim, për të qenë shtetar edhe burr shteti, se një profil politik që garon për pozicionin e kryeministrit, patjetër aspiron të mbetesh në historinë e vendit tënd, të mbetesh në historinë e jetës publike dhe aspiron të jesh një emër shumë i rëndësishëm publik. Por që të arrish këto politikisht, unë mendoj që orientimi kryesor, drive kryesor, qëllimi kryesor do duhet të jetë shërbimi publik, do duhet të jetë kontributi, do duhet të jetë mundësia për të qenë pushtet, jo për hir të pushtetit, por për të bërë ndryshimin. Se ndryshimi nuk e bën dot nëse nuk ke mundësi ta implementosh me politika konkrete. Nëse je i fokusuar tek paraja, atëherë ky është vendi më i gabuar për të investuar pra Lulzim Basha sipas teje ka qenë i fokusuar te pra nëse ke drive tëndin, qëllim tëndin paran, sigurisht është vendi më i gabuar për të fituar para. Çfarë ke gjetur ti tek Berisha ndryshe te Basha, megjithëse unë krejt kundërtën e kësaj që po thoja, po mbi të gjitha një persistencë të jashtëzakonshme, një qëndrueshmëri në gjërat që ai beson, dhe një qëllim që shumë pak njerëz mund ta ndajnë sot, se edhe brezat kanë evoluar. Jemi në botën e rrjeteve sociale, në botën e TikTokut, Instagramit etj. Por një njeri që unë gjykoj dhe vijoj të jemi bindur që ka dashur dhe vijon të kërkoj të mbetet në histori për të lënë gjurmën e tij dhe për ta lënë për mirë.